i madh se treguesi mesatar i ndërtimit në Bashkimin Evropian. Në këtë ligj ka mungesë të plotë të transparencës për opinionin publik dhe komunitetin e ndershëm të biznesit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar më parë qeverinë shqiptare për rreziqet e mëdha të kësaj amnistie. Banka Botërore gjithashtu. Tani, këto ditë, ka një reagim të qartë të Komisionit Evropian që unë do t'ja u lexoj më poshtë. Cilat janë mekanizmat që projektligjit e paraqitura për këtë qëllim hapin rrugë për fenomenet e mësipërme. 1. Rishikimi pas një pasojë i bilanceve në 3 vite të fundit, duke i dhënë mundësi bizneseve të ndryshojnë të gjithë zërat, parat kesh, asetet, kapitalet e veta e të tjerë. Thjesht duke paguar 5% tatim mbi shumën. 5% tatim më shumë. Kërkesa e opozitës ishte për çdo rast që verifikohet të vihen në djeni organet ligjzbatuese për parandalimin e pastrimit parave, si dhe të merret drita jeshile prej tyre. Por kjo kërkesë u refuzue, sepse parat duhet të lahen lirshëm. Rrëzohet, me një fjalë, sistemi i vendosur në kuadrin e manual për të parandaluar pastrimin e parave. 2. Deklarimi i tatim fitimit të ardhshëm për vitin 26, duke eliminuar kontrollet fiskale. Në qoftë se një biznes deklaron 18% tatim fitim më shumë se këtë vit, atëra i tatohet për normën e fitimit midis 18 dhe 50%, vetëm më 5%. Tatim më shumë. Në këtë mënyrë, sektor si ndërtimi, lavatriçe për definicion e pastrimit parave, pra sektor me rrezik të lartë, nxiten të kryejë një veprimtari të tillë. Kërkesa e opozitës për të përjashtuar sektorin e ndërtimit nga kjo skemë u refuzua nga Ramaduro me qëllimin e pastrimit parave në këtë fushë. 3. Është refuzuar kërkesa e opozitës për transparencë për bizneset që përfitojnë nga falja. Qofse fales, ti duhet ta dish se kush je ti të falë. Të ketë transparencë apo jo? Në asnjë mënyrë se janë çunat mrapa. Janë çunat. Çunat nuk pranojnë, çunat vendosin maska dhe prisnin parat tona. Falen detyrime në shumën 2 miliard euro. 2 miliard euro. Mund të jenë më shumë, po kaq është për llogaritja. Janë 200.000 biznese që përfitojnë, nga të cilat janë 80.000 janë aktive. E kuptoni u ç'ishin zgjedhjet pra? E kuptoni se zgjedhjet para 2 miliard euro ishte një leck? Fleta e votimit ishte një leck, një letër e vdekur? Vota e qytetarëve ishte ekzekutuar. 2 miliard euro. 200.000 biznese. 80.000 aktive. Imagjinojeni pak.
Ne kërkuam të bëhen publike 3.000 bizneset që përfitojnë, si dhe çdo emër biznesi që përfiton më shumë se 50.000 euro, por edhe kjo u refuzuar në mënyrë kategorike, sepse duhet që të lahen lirshëm miliardat e drogës për të shkatruar, për të intoksikuar përfundimisht ekonominë shqiptare. 4. Është refuzuar kërkesa e opozitës që nga falja të mos përfitojnë bizneset pronarët e cilave kanë bizneset e tjera fitimprurse. Edhe kjo kërkesë nuk u lejua. Rrëzimi i amendamenteve të opozitës tregon qartë synimin e këtyre ligjeve për të hapur rrugë larjes miliardave të klaneve shqiptare të drogës, karteleve shqiptare të drogës. Komisioni Evropian